Bardhi. Si e bëri, më shpjegoj edhe një herë. Gazmet Bardhi, çfarë bëri? Kam besuar që zoti Bardhi do t'i qëndronte të paktën deri në zgjedhjet elektorale të 2023-shit. Në zgjedhjet vendore. Unë kam besuar që kjo fryma reformiste që filloi, mendoj se do të qëndronte dhe në krye në një farë mënyrë ishte zoti Bardhi, ishte zoti Alibea, ishin dy zonja, zonja Duma, zonja Tabaku, do thot, ishin disa njerëz që mendoj se e vlenin të sakrifikoje dhe të qëndroje për këto principe. Por e kuptova shumë shpejt që Partia Demokratike nuk ishte, dhe ja kam thënë dhe në një studi, kam thënë dhe në një mbledhje, nga ato mbledhjet e shpeshta që bënim në atë kohë, si ishim në kohë e qakeqesh, Partia Demokratike ishte në kohë e qakeqesh, këte ishte sulmet e pareshtura të zotit Berisha dhe të shpurës e tij, të saj fryme bereqiste në të drejtën base, në të drejtën e tyre, dhe këte ishte kjo gjë që unë mendoja duhet të kishte ardhur të koagulohej dhe të krijonte të qëndronte që të mblidhte demokratët, jo se një betejë kundër Berishës, po si një betejë për të sjellë një frymë të re në Partinë Demokratike, gjë që nuk po ndodhte në sytë e mi. Kështu që arriti një moment dhe e pash në një nga mbledhjet tona të kryesisë, u kam thënë shprehimisht para se të merreshin vendime për zgjedhjet e vitit 2023, nëse do të hynim apo jo me kandidat në zgjedhje. Dhe kam thënë, unë pa kandidat nuk hyj në zgjedhjet elektorale, sepse kam zor para shqiptarëve kur të kërkoj votën dhe t'u them, zotëri, unë e dua votën për Partinë Demokratike, dhe pyetja e parë që do të më bëj, qytetari do thotë, zonjë, për kë do votoj? Apo jo, unë pa kandidat, në fushat, ju më në leni, pa pamje, ju më keni nuk shkoj dot. Dhe thashun, mbasi ndodhen disa përplasje, jo me kandidat, jo pa kandidat, filluan të sabotohen linja e të ardhurit me kandidat, e prezentimit me kandidat në zgjedhje, kam thënë shprehimisht në mbledhjen e kryesisë. Në këtë parti nuk që nga vetëm një jut, edhe Bibla një jut ka, se nuk mandot më shumë. Tu pas ka më shumë. Po. Kjo që nga shmëronzoj. Edhe zoti Bardhi më tha, çon këto shprehje që përdoren në një mbledhje kryesie. Rezultoi që kështu doli. Por unë nuk e dija që loja ishte edhe më e madhe se sa një mbledhje kryesie, ku unë përpiqesha të shpjegoesha që politikani kur hyn në politik, e qoftë me karrierë jashtë, ka një fytyrë dhe këtë fytyrë dëshiron ta ruaj. Unë isha nga ata njerëz që kisha zgjedhur ta ruaja, pra të mos bëja boks, të mos bëja luftë për të qëndruar në politikë me çdo lloj forme që kërkonte politika, po doja me atë qëndrim që kisha. Se doja të largohesha siç kisha hyrë. Tani, me që ngesëm tu te Bardhi, sepse unë duhet pyesja për pikat, po për ta mbyllur këtë diskutimin me Bardhin, lutem regjia atë videon kur zonja Açka ka një sentencë shumë domethënëse aty në komisionin e me audio, të lutem se s'kemi audio. Okej, të nderuar kolegë. Të këtyre këto, nuk e nderuar. Siç e keni parë, siç e keni çelën e bandat e Elbasanit. Mos u bëj pasant e disit Suel Çelës në bandat e Elbasanit. E di shumë mirë ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturatën, që më ka të shke. Ti e di shumë mirë me fluturatën, par më ka të shke. Mos u bëj pasant. Më ka të detyruar. Mos u bëj. Të nderuar kolegë. Shkel mbi kollaj demokrate, mos shkel mbi opozitarë. Të nderuar kolegë, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Besoj mjafton, mund ta do thënë e para njerë unë po të shohem pak, edhe të shtrëngoj dorën kështu si burnesh, sepse të rrish aty edhe t'i kthesh në atë formë, atë qetësi që ke bërë ti aty, me thënë drejtën Fluturatshka, bravo qoftë. Nuk ta dhash dorën dot atë ditë, kemi komunikuar bashkë, po kjo qetësia jote është për t'u admiruar. Edhe sikur ti t'ishe gabim, prap ti ke drejtë. Jo, unë kisha të drejtë, pse kisha drejtë? Jo, flas, ajo që ti ke bërë. Mënyra si erdhen ishte fyse. Sikur të më kishin dërguar një SMS, le të vërtetojnë, që më kanë dërguar një SMS në mbrëmje. Flutra, mos e hap komisionin të nesërmen, sepse na prish punën neve opozitarve. Njerë unë nuk isha pjesë e projektit tyre dhe nuk dija asgjë se çfarë ndodhte në projektet e tyre, në planet e tyre. Apo jo, nuk kam qenë një fryme tjetër, që kam thënë dhe në parlament dhe në komisione, unë do të zbatoj kushtetutën. Aty jem për të zbatuar kushtetutën. Jam betuar në kushtetutë e do dalë ashtu, me ato lloj principe. Gjithsesi, nëse do të më kishin çuar
Një SMS do thot që unë duhet kisha reflektuar, apo ja, para asnjë gjë, se këta erdhën për të më ndëshkuar. Edhe unë këtë nuk ja fal dot, edhe ja thash, unë as Zotit nuk ja fal të më ndëshkoj mua. Unë ata erdhën dy ish ministra. Kjo më ka ardhur keq. Jo, gazbardim shumë se flamuri më i përmbajtur. Jo, flamur nuk ka më i përmbajtur. Flamuri shkulli mikrofonin. Shkulli mikrofonin. Jo, nuk më kujtohet kjo, po flamuri shumë i përmbajtur. Po gazbardi, jo, nuk më kujtohet. Flamuri pastaj e trashi pak më vonë kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, mas disa orësh reflektoi që nuk ishte qenë aq burr sa gazi. Sepse ç'bëri? Shpirt bukur nuk është ai? Shif si ç'bëri Flamuri. Mbushi televizion në një moment që unë gjatë intervistave sqaroja se çfarë kishte ndodhur me dy ish ministrat të Partisë Demokratike. Flamuri dilte nëpër televizion dhe thoshte ne nuk do atshkërojmë parlamentin, nuk do atshkërojmë PD-n. Në rregull. Ja ku e kanë akuzuar grupin parlamentar, e kanë berishizuar ku diun çat ose në akuzuar edhe partinë, le të thoshtojnë me një parti të akuzuar. Unë do ta atshkëroja, po, është e vërtet. Doja të jepja asaj pjesë që më takonte, aty ku kisha hijen time, fytyrën time, portretin. Tani për ta mbyllur fare këtë, si përgjigjesh ti akuzave që ky qëndrimi yt apo dhe sjellja juaj ka qenë pro ose interferonte me socialistët? Me socialistët? Po. Me socialistët. Kjo është akuza që sigurisht, ai që e din, ata që e din që flirtojnë me socialistët ose dinë se si flirtohet me socialistët. Më mirë le të pyesin, më mirë pyesni, këtë pyetje bëjeni socialistët, sepse din në pastaj Fudraçka opozitarizmin e vet e ka të dokumentuar. Nuk është njëri që bën prapa skena, prapa vija. Unë e kam të dokumentuar. Çdo video, çdo fjalë, çdo qëndrimi imi është i dokumentuar se për natyrë e kam dhe natyrën që nuk rrit dot të mbaj çdo gjë brenda. Ndoshta jam më tepër se ç'duhet, po them, jo naive, s'është naive, por që e sinqert. Po mos kam asgjë për shqewër. Unë di një gjë, ajo është fjala e Mark Twainit që e vërteta s'ke nevojë ta mësosh përmend apo ja. Unë kam thënë vërtetën, kështu që asnjë gjë s'kam mësuar përmend. Sa për flirtin me socialistët, s'kam pas nevojë, sepse kam hyrë si opozitare dhe jam opozitare. Unë jam opozitare me të djastët, lere më me socialistët. S'ka. Pastaj janë shqiptarët, di shqiptarët se çfarë opozitarizmi kanë bërë në parlament. Në parlament. Vim te arsyet. Ta mbyll, se më duket sikur e lash pa plotësuar. Po. Një gjë ka një gjë shumë të rëndësishme në jetën time. Jo se kam në një jetë askete, në një njeri që ka dëshirë të bëjë një jetë spartane dhe nuk i hyn gjërat. Jo, dhe mua më pëlqen komoditin gjithçka. Por nuk është kjo që e shtyn jetën time. Që të kem punët e rregulluara me socialistët, se për fat mirë, për shkak të jetës që kam, s'kam asgjë për të rregulluar. S'kam nevojë për asnjë gjë. Të vetëm gjë që kisha nevojë të provohesha deri në fund. A mundet politika të ciflos ndonjë gjë në personalitet? Kaq. Nëse kam bërë këtë detyrë, që politika s'më ka ciflos asgjë në personalitet, jam e qetë, vdes i qetë.